Prizreni nga 29 korriku deri më 2 gusht 2026 në hapësirën e sheshit të lidhjes në Prizren. Ishte një koqir edicionit të 18 të panajirit të librit, një nga ngjarjet të rëndësishme kulturore të verës, organizuar nga Instituti për Kulturë dhe Kërkime Sociale në Prizren. Shumë prizrenës dhe mysafirë të këtij qyteti brenda këtyre 5 ditëve patën mundësi të blejnë edhe libra si dhe literaturë nga shtëpi botuese, nga të gjitha hapësirat shqiptare. Me promovimin e përmbylljes më të re me poezi Grua e Prezjermi të autorës së mirënjohur kosovare Donika Dabishevci, u përmbyll me sukses programi letrar i edicionit të 18 të panajirit të librit Prizreni 2026. Në ceremoninë përmbyllëse mori pjesë edhe zëvendës Ministria e Kulturës zonja Nora Arapi Krasniqi, e cila nderoi me praninë e saj në këtë aktivitet kulturor. Në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për pjesëmarrje dhe mbështetjen e vazhdueshme, mirënjohja u ndan për Radio Televizionin Besa, TV Prizreni dhe Berat Batiu. Personalitetet të cilat vazhdimisht qëndrojnë pranë panajirit të librit, qoftë me pjesëmarrjen e tyre të vazhdueshme, qoftë me çfarëdo forme tjetër të përkrahjes, edhe për këtë edicion. Me këtë u përmbyll edhe me sukses ky edicion i 18 i panajirit të librit Prizreni 2026, i cili mblodhi 25 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, si dhe ofroi 8 programe letrare me autor, studiues dhe tema të ndryshme, duke shndruar panajirin në një hapësirë të rëndësishme të promovimit të librit, kulturës dhe dialogut intelektual.